e kam bo një video për me taku vetën ose me dal para pasqyrës, edhe pyetje tashte qysh me dal na para pasqyrës. Po nëse na e kena fjallën tonë kohën për shembull po thojna takon e vetën, ose përballu me vetën, ose del para pasqyrës edhe foli vetës, të më thonë njona prej arsyeve është nëse ti nuk del para pasqyrës, ti që atëherë për një me jetu në atë imaginatën tonë dhe jetu full me kërkan. Momentin që ti e she vetën pasqyre, ti e she vetën edhe i drejtohesh vetës tane. Që kjo është? Se nëse ta shtë jonë të thamë takoj e vetën, merri dy korrika edhe ullu ti që to edhe vetja ju të që atje. A e she? Nuk e she. Normal është që dosh me dollë para pasqyrës. Edhe në pasqyre ti e she vetën. Edhe ja thu, për shembull, ja thu fjallë. Nëse është tashte si terapi, nëse po don me dollë para pasqyrës, mëngjes, mi ja thonë suggestionet. Ma të mira vetës tane, atëherë ti po e she vetën edhe po i drejtohesh vetës tane. Nëse është, tashte janë edhe disa teknika cilat unë i kam përdorë vetë, sidomos gjatë agjerimit, kur isha to agjeru, u bëjsha ekstrem nervoz, edhe nuk e disha pse, nuk e disha shka është të mungu. Her pas here, më ndodh ke kjo qatë mujtë Ramazan, po unë e thesha se e kam nashta se jam duhan pirse, edhe po mungon nikotina. Mirë, po një dit pas ditve, thasho Zot falemderit, gjithat mirat, ka u sellsha mirë, të më thonë qka posha, ishin krejtësanet që nuk më isha me dit pse është tonë kjo siklet mrena vetës teme. Mirë, po kur nuk hanana, kur nuk pina, kur nuk konsumojna cigare, as nuk konsumojna kafe, do me thonë, na e kena borkin e shpërast komplet. Na që atëherë jena na, që atëherë na jena të vetëshëm për çdo emocion që është mrena neve. Unë e kisha, të më thonë kreqeja siklet që mbike, se është gjëna me thonë gjatë agjerimit, se agjerimi ka qenë shkaktari që unë e kam zbulu vetën time, edhe që unë e kam gjetë rrugtimin, tamam rrugtimin e duhur drejt vetës time. Drejt vetës time. Ato këshin qenë emocionet shtypona, që kanë dasht me unë dëgju. Mirë po, nuk kam pas një huri që shdohet mi ndëgju ato emocionet që nuk janë shprej as një here, dhe më thonë që nuk janë dëgju. Pika e parë si kam dëgju unë, e mës dollëm ma anej që dikush tjetër edhe ma heq. Tashte, unë ola, vazhdova me meditimin, hina në meditem, edhe pse ka qenë ju e letë në fillim, se nuk e kuptojsha, meditimin si meditem e kisha ndëgju, se edhe namazi është meditem, edhe hecja natyr është një lloj meditimit, po për me hi në meditem, dohet me hi në qetësin absolute. Kur thëmë qetësin absolute, është vërtet qetësi absolute. Hen meditem qetësi vetëm me frekuenca, edhe je aty përballësh me vetën tane. Ato e takova vetën, i takova emocionet e mia, cilat kanë qenë shtypuna edhe kur të ndëgjume. Kisha pas nevoj me u ndëgju, kisha pas nevoj me i vedisu emocionet e mia, cilat janë shtyp shumë koma herët. Momentin kur fillova me i vedisu, pikës pari i vedisova të më thonë emocionet e shtypuna, pastaj i lirojsha edhe për çdo ditë unë e pastrojsha vetën time për e krejt aty në kujtimeve që çdo herë për shembull na nëse kena diçka të papërpunume mrena vetës tonë, neve na vjen si mendim që na i kujton diçka që na ka ndodhur më herët. Për shembull, pikërisht që ato mendimet që neve na vinë edhe na kujtohet një ngjarje që na ka ndodhur më herët neve, aja është emocioni i shtypon mrena vetës tonë që don me u ndëgju, për çat arsye të vjen her pas here çaj mendim.
Momentin kur na kena vedije ma të lartë, edhe jena ma të vedisum këtë aspekt, atëherë çdo mendim që vjen, i thu mirë se erdhe, edhe nalësh për disa minuta, edhe merë fry fell, dorën zemër, tjetrën bark, merë fry me hunë. E mon pak, edhe liron nga dalë. Tri frymarrje tilla. Edhe dison qatë mendim pse ka ardhë. Momentin që qaj mendim ta prik emocionin, e ke po, që shtrubullut luk dhe e borki. Qaj mendim që t'ka ardhë ty më ta vedisu qatë emocion mrena teje, që po donë me unë dëgju, me u vedisu edhe me liru. Nuk duhet mu kop gjithmonë mas mendime, nuk duhet me u kop gjithmonë mas t'kalumës, cilën t'kalume e këna kaluna, sidomos gjeneratat e mija 72-sha e në tonë. Tasht për shembull, çdo sen që neve na ka ndodh me arsye për më na pru neve të vetja. Mirë pa atëherë na nuk kena konë vedisun, nuk e kena ditë për shembull qysh me punu me vetën. Çdo situatë që na ka ndodh gjatë jetës tonë, ka ndodh për të mirën tonë. Kur më thëjke mentorja jeme, thëjke që ka me ardhë koha mas disa punë që keme bo me vetën, krejt që ata njerës që tu ka duk dikur që t'kanë lëndu, ti kemi falenderu që ata persona, dhe isha, është kjo në rregull, më kanë lëndu mu njerëzit edhe unë më këthy mi falenderu, po, për bes kam arrit në atë nivel, që i falenderoj se cilin person, veç e veç, edhe njo ka njo, që ata që më kanë lëndu, pse unë e kam kuptu se cili person që mu ka duk që më ka lëndu, ata realisht mu më kam pasqyru dishka shka u konë mrena të unë. Të më thonë, cili person që neve na vret me fjallë, të më thonë e s'na vret realisht, mirë po qaja fjali e qati personit që na dhem neve, qato pikrisht është mrena të na që na do të me bedisu, me punu me qatë emocion, edhe gradualisht me liru, me frymarrje, me meditim, me shënime, për ditë e ka pak. Nuk bëhet puna për një ditë. Gjdo ditë e ka pak. Pse po thëmë për gjdo ditë? Njerës të mrekullushëm, na po jetojna për gjdo ditë. Do të mu falenderu në mëngjes që ta dha Zoti edhe një ditë dhurat, edhe u zhonëm. Ta shtë falenderoj e mere shkruje falenderit Zot që më dhove edhe një ditë për me bo ma mirë se dje. Mere përgjithësin për vetën. Momentin kur na i morëm përgjithësit për vetën tonë, na qatëherë mujna me bo qka na dojna. Pse na jena përgjithës për jetën tonë. Për qatë arsye na jena edhe individual, si cili person ka ardhë në këtë jetë se i dohet këso jetë. Ka me shërby për një diçka. Se cili e ka një mision në këtë jetë. Krejt njerëzit që jenë ardhë me misionet veçanta në këtë jetë. Edhe unë e kam gjitë misionin tem. Unë gjithmonë ju kam një mu njerëzve, gjithmonë jam unu me kom për tjertë aty. Mirë po, tashti jam këthy një herë të vetja, jam edhe për vetën, jam edhe për të tjerët. Kjo është puna që na dohet se cili person me bo punën për veti, për neve. Kërkosh nuk monët me ardhë me punu për neve në shpiton. Se cili e bën punën e vetë për vetën. Vedisohësh, zgjerohet, do më thonë vetia, zgjerohet gjithmonë të vinë ideja të reja, gjithmonë monësh me marrë vendime letë, pse i vedishëm. Ju përshëndes, faleminderit që më dëgjuat.